Po me shpresën si jeni njohur? Se na jena njoft në fabrikë fuxhe. Çfarë thu? Po. Të dy. Unë ishe mekanik, kjo ishte qepse. Edhe imagjinoje tash, po mirë mor ti gjithë jetën e paske pas me gra që të qepin. Kjo ka pas punën më të vështirë. Vërtet, ë? Pak e punu. Një vit, po. Një vit gjete dashurin. Çfarë viti ka qenë? Kur jeni njohur? Na në 91. Oh, shumë herët. Po. Se sa vjeç je ti më? E kena të regjistruar me gjithë. 59, bëj tash. 59 vjeç, gati 60. Edhe po imagjinoje tash ti tani aty kishte shumë gra apo ishte vetëm shpresa që ja shumë gra. Se gra fjalë e madhe, po shumë goca. Shumë goca? Aty ishin gati 1000 goca. Po tash ti ku do të gjushe? Si të ra. Kjo ishte më e veçanta. Më e veçanta. Si të rasyni tek shpresa? Atëherë për shumë arsye. Si ftove për kafe njerëse? Sa u po të fjalë për kafe. Nga që ishim për ditë aty normalisht. Po e një nga cila familje vinte, dije? Atëherë jo direkt sepse disa muaj kalunen, a ke parasysh? Se atëherë ishte edhe me thonë po ishte e vështirë, a ke parasysh, sepse ishte mentalitete, shumë gjëra tjera, por avash njohëm njëri tjetrin me fjalë, duke qenë për ditë aty në ambient punit, njohëm njëri tjetrin edhe u realizuoja pastaj. Por detyrën më të vështirë kjo ka pas sepse kur ishim ndurs me fjalë me rrit kalamajt, kjo ka pas detyrën më të vështirë. Përveç kësaj unë ishe vazhdimisht në lëvizje, në punë teja, a ke parasysh kësaj ka rrobu arramar për me eduku fëmijët, me rritmi, sepse fëmia rritet gjithsesi. Patjetër. Por që ti kena mirë edhe ti realizojmë atë çfarë dona me marr prej tyne. Kjo si quhen fëmijët? I madhi quhet Erdi. I dyti quhet Jurgen. Kurse vajza quhet Suisa. Suisa. Emër shumë e veçantë emri vajzës. Është një bashkim, por si del si zvicrane. Kështu si e huj, ë? Si e huj. Po. Kështu si këta që janë aty është merit gati 19% e saj. Kështu që gjej edhe rastin tash me falenderu publikisht në kuptimin e asaj, sepse është merit e saj. Po, me që si ke qua si herë buqeta me lule, thot... Ja, buqeta, po, ja blej se është maraklije lule shumë, edhe ja blej me vazo. Vërtet? E ta vendosi aty në shtëpi edhe ta uisi. Po, kena një balkon që kena konsideru shumë bukur, edhe po të dysh aty është... Se i ka pas merak lulet, e? Absolutisht. Kur kena ndaj në shtëpi private të lagja të shtëpia vjetër atje, e kena pas lulisht komplet u borrin. Edhe të ne, edhe të shtëpia e saj me fjalë të ne. Ka qenë kështu shpresa romantik, Nimeti? Ja. Jo dhe shumë, ë? Jo dhe shumë. U ba me kalimin e kohës. Mësoj. Po kështu xheloze ka qenë se në punë kështu vetëm gra ke qenë rreth rrotës, vajza. Atë është problemi. Kur njeriu arrin një lloj besimit, normalisht nuk ka arsye, nuk ka vend për xhelozi, sepse normalisht besimi është mes njëri tjetrit dhe se kena pas këtë problem. Ma thojnë shumë njerëz, a ke parasysh? Pastaj kur je një si tush sot unë ma kollaj bëj muhabet me si tush me femna se sa me burra, sepse 35 vjet këtë punë kam pas. Kur folme është bashkë në telefon, ishte të një aty edhe aty janë gati 50 gra, vajza, moshat ndryshme, a ke parasysh? E vërtet. Kështu që nuk kam ndonjë problem. Bile kur thojnë ndaj fjalë mua tepër i thamë hajt se gra me gra jena. Fantastik. Shiko, unë e di që kënaqem gjithmonë në Shkodër, se në Shkodër skalohet asnjë pa humor. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.